Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në takimin tonë të radhës, këtë herë ndryshe nga takimet tona që kemi pasur. Do të flasim për një tjetër projekt, që është projekti jonë më i ri, do të thoja përsa i përket asaj çfarë trajtojmë, por edhe një nga projektet më të bukura që organizata Liburnet ka, sa i takon debateve, duke qenë se flasim për debatin universitar, flasim për Unidebate, skenën e mendimit kritik. Një nga projektet që do të vijë në përballje 8 universitete dhe 8 universitete do të vazhdojnë rrugën për të qenë edhe fitues pra të këtij edicioni të parë të kampionatit kombëtar të debatit në nivel universitar. Unë dua të falenderoj padyshim ata që bëjnë të mundur realizimin e këtij projekti, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinisë. Nga ana tjetër, mbështetjen dhe vlerësimin që i ka dhënë këtij projekti edhe zonja Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për të rinjtë dhe fëmijët, dhe padyshim ata që janë pjesë e projekteve tona duke mbështetur dhe duke vlerësuar pikërisht angazhimin tonë që kemi me të rinj, Titan Albania. Mirë, pa humbur kohë, sikurse e thash, kemi 8 universitete në garë, do të shohim tani se cilat do të jenë përballjet që do të realizohen në ditën e parë në 18 qershor dhe dita e dytë që do të jetë në 19 qershorit do të zbuloj kështu edhe cilat do të jenë përballjet në bazë të debateve, pra edhe pikëzimit që do të marrin skuadrat për të zbuluar përse edhe skuadrën finale, pra atë që do të fitojë edicionin e parë të kampionatit kombëtar të debatit përsa i takon universiteteve. Shohim tani përmes grafikës së automatizuar se cilat do të jenë përballjet. Dhe ja ku i kemi, këta janë 8 universitetet që janë pjesë e këtij edicioni të parë të kampionatit kombëtar të debatit. Kemi Universitetin e Qerim Çabej nga Gjirokastra, Aleksandër Mojsiu nga Durrësi, Tirana Business University nga Tirana, kështu Fakultetin e Shkencave Sociale Tiranë, nga ana tjetër një tjetër fakultet nga Tirana është ai i Gjeografisë, Departamentit për Gjeografisë, dhe nga Universiteti i Vlorës kemi Ismail Qemalin. Këta janë përballjet, pra përballjet që ju i shihni edhe përmes grafikës. Mua nuk më ngjelet gjë tjetër veç se t'ju lë takim në datë 18-19, shihemi në Destil Creative Hub për zbuluar se cilët do të jenë edhe fituesit, por padyshim për të parë debate të bukura përsa i takon temave që janë përzgjedhur dhe për të njohur të rinj të ri. Mirupafshim.